ndryshe në Top Albania Radio. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në ndryshe të dashur dëgjues të Top Albania Radio, sidomos të ndryshes. E di si është situata, nuk di. Situatë më seksi se kampani kështu. S'ke çatush fare sot herë. Nuk di ta them performance live nga Elona Duro, 4 kg më pak me një fustan shumë elegant. Faleminderit shumë, Megjithëse kemi këtu të ftuarin e parë për sot, i cili do flasim. Shumë elegant dhe i ftuari i parë. Shumë elegant dhe Ylberi, i cili ka ardhur për ta treguar më shumë për biznesin ku ai punon, apo jo? Yes, mban mend ti se sot një vit më parë kemi qenë. Unë jam martuar, Sot është 5 maj, është dita e dëshmorëve, po në 1 maj vjet kemi realizuar një emision shumë të bukur me punonjës të nderuar, të dalluar, të profesioneve të ndryshme. I dalluar, i nderuar është Ylber Shehu. Përshëndetje dhe mirësevgjë. Drejtuesi i marketingut në Pajtoni Group. Kemi kënaqësi të ndajmë këtë pjesë të parë të programit me Ylberin. Dhe Ylberi është një kështu që vjen gjithmonë mbas shiut, edhe pas çdo stuhie, Si ta kanë vendosur emrin para se të hym biznesit? Gjyshja ime. Gjyshja. Çuni si Ylber gjithë ngjyra. Unë dua t'ju komplimentoj të bëni shumë bukur. Faleminderit shumë. Me Ylberin do të flasim sot për Pajtoni Construction, për Pajtoni Group, i cili po sjell një rezidencë fantastike në një lokacion që është i mirë dhe i bukur fort mes Tiranës dhe Durrësit. Ç'a bone më plak? Se më kujtu kanalojit. Pas Pajtonit që shohim fill pas Pajtonit, do bëhet një herë, domethënë? Po bëhet një rezidencë shumë e madhe dhe unë kënaqësi. Ndihmon me planet gjithkohë. Patjetër, unë kam kënaqësi që. Ja, shikoj Salsana, mirë se vini në Pajtoni rezidencë. Vendi ku fillon një mënyrë e re jetese, pozicionuar pas qendrës Pajtoni. Le ta dëgjojmë një herë, po mundi regjia të vendosë të gjithën nga fillimi, të gjitha ajo aty që ju po shikoni është rezidenca Pajtoni Residence. Po, mund ta vendosim nga fillimi, mund ta vendosim edhe me audio për të gjithë ata që na shohin. Jetese në Tiranë, i pozicionuar pas qendrës Pajtoni në një pozicion strategjik që lidh aksin Tiranë-Durrës me korridorin verior drejt Shkodrës. Ky projekt sjell një koncept modern banimi, ku arkitektura bashkohore, drita natyrale, gjelbërimi dhe teknologjia bashkohen në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, e projektuar nga studion ndërkombëtare RCR Architect për qetësi, siguri dhe mirëqenie familjare, ku çdo hapësirë është menduar për jetesë cilësore. Në zemër të kompleksit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, zona relaksi dhe hapësira të gjelbëruara, duke krijuar një oazë urban mes ritmit të qytetit, me njësi shërbimi të integruara dhe akses të menjëhershëm në çdo nevojë të përditshme. Pajtoni Residence ofron komoditetin e qytetit me ndjesinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group. Kontakto. Super. Ore, sa është metri aty? Metri nuk themi, po. Pyetja e parë. Dhe sa do ma lesh më? Metri nuk e themi akoma, por të gjithë të interesuarit ka një numër kontakti të vendosur që do jetë normalisht edhe në gjithë rrjetet sociale, që është edhe në spot, 068 60 15 000. Ishte një gjë shumë e bukur në projekt, paktën që ka një edhe besoj se atëre Salsano unë që të flas fiks fare, flasim vetëm për 12 godina banimi, e cila vjen e gjitha po ta shikosh në gjysmë hën, fillojmë nga kati 14 deri te pika më e lartë që është kati 30. 30 kate. 30 kate. 30 kate. Salsano, e veçanta e këtij projekti është se në katin e 5 të projektit, të gjithë godinat do të lidhen me njëra tjetrën dhe aty do ketë një shëtitore prej 1 kilometër që do jetë pjesë vrapi. Se ishte mes godinave kjo gjëja? Në mes të godinave, të gjitha në katin e 5. E veçanta e gjithë rezidencës është që do jetë pa makina. Prit se duhet ta theksojmë. Të gjitha godinat lidhen me një pishinë. Lidhen të gjitha, po, në katin e 5 që është një pistë vrapi dhe në katin e 5 ndodhet një pishinë që do jetë janë të lidhura gjithë pra. Si qime e vetme. Po jetova unë kat 7 mund të hidhen me kokë. Jo, Elona sepse se po mërzite me Lorenzin e nga natë dhe vin pishinë nuk. Ose Lorenzi. Jo, Elona sepse se mua Elona me nuk diskutohet. Kemi një pamje shumë të bukur nga aty që është gjithë pamja e rezidencës, kështu që nuk të bie koha të mendosh të hidhesh nga balkoni, kështu që. Shiko, e para njëherë që është për të vlerësuar është lokacioni. Është, si më thënë, është një zonë e Tiranës që më shumë po zhvendoset aty prej kosh, aty ku është digital. Aty do bëhet edhe një mbikalim që të nxjerr direkt. Bravo. Pra lokacioni është fantastik. Autostrada po bëhet me 4 korsi, nga Tirana në Durrës do afrohet. Me 8.
Vajtjardhje. Kisha fjalën 4 4 andej. Ajo lidh gjithashtu edhe korridorin verior drejt Shkodrës, ka direkt një akses, po ashtu edhe në Tiranë. Kur e promovuat juve si rezidencë, si projekt, aty ishte kryeministri. Thash ku nuk shkon kot ai, një gjë e di ai çfarë po bëhet këtu. Po, një nga eventet më të rëndësishme që Pajtoni Group bëri ishte promovimi i Pajtoni Residence dhe ne bëm një event shumë të madh ku erdhi dhe vetë kryeministri i Shqipërisë për ta përgëzuar si një nga rezidencat më të mëdha dhe më të bukura. Sigurisht do vita se ai ka thënë okay për projektin, po thaj okay. Kush do bëhet projekt? Drejtohet kjo rezidencë, çfarë tipi klientësh, njerëzish synoni ju dhe cili është koncepti kryesor i Pajtoni Group? Duke qenë nga vet slogani që vet objekti pra gjithë rezidenca mban është epiqendra e re e Tiranës, ne duam ta kthejmë atë zonë të Tiranës në një epiqendër për të gjithë njerëzit që duan të banojnë afër qytetit, larg zhurmave, pra çfarë do të thotë? Gjithë Tirana e the vet, po transferohet po anë atë zonë. Do japim një zhvillim kolosal të gjithë zonës. Pra çmimet nuk do jenë këto që janë sot njerëz, kështu që duhet nxitojmë. Po ashtu flasim që do kemi rreth 153.000 metër katror vetëm ndërtim mbi tokë. Dhe po ashtu mund të themi që kemi të ndarë në 3 faza ndërtimi, në fazën e parë, fazën e dytë dhe fazën e tretë. Çfarë do të thotë që në fazën e parë ne kemi filluar fazën e parë të ndërtimit me 4 objekte të cilat kanë vazhduar punimet. Po eci me ritme shumë të shpejta, vet Pajtoni Group duke pasur një eksperiencë prej 15 vitesh në tregun e ndërtimit dhe duke qenë që gjithmonë ka treguar seriozitet dhe sukses në punët që çdo punë që ka bërë. Tani, a ka elementet në ndërtimit kështu, ka gjëra moderne, ka teknologji të reja, se nuk dua më ato pallatet që tash me gjithë respektin se njerëzit kanë punuar e kanë ndërtuar. Nga duket se kishte ka një kështu një stil shumë të veçantë, duket sepse le ta përmendim që gjithë ky projekt është projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare spanjolle, e cila RCR Architect, të cilët kanë fituar dhe çmimet në mbar botën, kështu që prandaj i është dhënë besa që të bëjë këtë rezidencë kaq të bukur, po. E veçanta projekti, siç e thash dhe më parë, është një rezidencë pa makina, pra brenda nuk do ketë asnjë kalim makinash, përveç se të gjithë, do ta them të gjithë, të gjithë do ketë vetëm një rrugë kalimi për emergjencat normalisht dhe e gjithë kati 0 i rezidencës do ketë vetëm gjelbrim, hapësira rekreative për gjithë banorët. Për post katit 0, pra edhe të gjithë pjesa e katit 5, po ashtu do jetë e gjitha bibliotek, pishin, palestër, do ketë gjithçka brenda. Pra kryeministri nuk ka folur kot. Domethënë atje shkoj jeto dhe mos dil më. Patjetër. Po mirë, se unë të pyeta çfarë njerëzish dhe klientësh synoni, po për përditshmërinë, domethënë çfarë si më ngop mua kjo rezidencë në përditshmëri. Jo, ne aty ka çdo gjë, do ketë nga çdo kush. Ne ofrojmë edhe mundësi financimi për të gjithë ato që duan të blejnë në Pajtoni Residence, pra pa kolateral, çdo kush që dëshiron të blejë, është i interesuar, afrohet pranë zyrave tona në qendrën Pajtoni në katin e 4, edhe interesohemi dhe flasim për çdo gjë. Po se ke kollaj më vllati e merr ju edhe kemi mundësinë që mos ketë kolateral, nuk ka problem, po se pagove ta merrti, nuk është çështje thjeshtë ajo. E di çfarë? Se na trullon si fare, domethënë unë që e kam gjithkohën përballë them, wow, luma ai që do jetoj aty. Patjetër, Elona dua të theksoj që edhe gjelbrimi për post katit 0, katit të 5 është i integruar edhe në pjesën e fasadës, siç ju e shikoni edhe në të gjithë renderat dhe gjithçka që u kam nisur. Tashti, sepse e ndërpreve se Elona ne duam ritmin e emisionit. Me që doni ritëm ka publicitet. Jo. Makina. Ndryshe, në Top Albania Radio. Falenderoj cili nuk harroi të vinte këngë që kërkova unë para vitit. Bravo Skem. Edhe ajo studio që është mbushur me bukuroshe dhe bukurosha që na drejtojnë Alisi, Deani, Mario. Na bëjnë të nxjerrim ne fytyrat tona bukra. Emrin, harrova emrin. Kujt më harrova emrin ti? Mbrapa Mikelës. Ma thoni. Si ka emrin? Altin. Altin jo. Jo, çfarë pyetje kishe për Bere ka emrin. Çfarë pyetje kishe për makinat? Tani sepse makinat e nisi me këtë, njësi banimi sa do ketë gjithsej ky kompleks kaq i bukur? Njësi banimi ne mund të flasim vetëm për fazën e parë. Aktualisht jemi me 548 apartamente vetëm në fazën e 548. Po, vetëm në fazën e parë sepse i gjithë ndërtimi prej 12 objektesh është i ndarë në 3 faza. Faza e parë, faza e dytë dhe faza e tretë, ku prek edhe kulmin e ndërtimit deri në 30 kate që do jetë. Domethënë atje me një llogari thjesht mbi 1500 apartamente. Patjetër. Po këto makinat ku do rrin? Këto e kisha. Këtu ma foto publicitetin. Ku do parkoj unë kur vi atje që të bëj shpinë aty ku të parkoj. Patjetër. Tani Salsano rreth 70000 metër katror janë menduar të jenë vetëm parkim. Pra rreth -3 kate
ndërtim poshtë rezidencës do jenë të gjitha parkime, që do jetë normalisht në kapacitet me banor. Ke parasysh që do jenë totalisht e gjithë rezidenca, poshtë do jetë. Do jetë e gjitha parkim. Po do shiten parkimet apo s'do i shesë për radio me taksë? Jo, po do i fali. Po do i shitur në Se nuk i shet, do të jetë me qira, nuk i shet. Pjesa e parkimit ka vetëm 2 hyrje dhe dalje anash rezidencës, të cilat të gjitha makinat që do dalin dhe të hyjnë brenda rezidencës do kenë nga pjesa anësore. Pra brenda nuk do futet asnjë lloj makine. Kur mendohet, ti the ka filluar, kur mendohet të mbaroj dhe duhet me i siguru njerëzve që ajo data fillimit dhe ajo data mbarimit është e sigurtë, se ne kemi dëgjuar edhe historisht, thojmë për shembull do hysh pra verën e vitit 2026 dhe të kap 2029 aty edhe pra dua një datë, si më thënë, një vit mbarimi kur e ka. Po, faza e parë e ndërtimit është 4 vite, por me ritmet e shpejta që ne po ecim, ndërkohë paralelisht, duke qenë që sapo kemi filluar gropën, kemi vendosur pilotët në fazën e parë të ndërtimit, do filloj paralelisht edhe faza e dytë e ndërtimit, por deri në 4 vite maksimumi, sipas lejes, patjetër, është që faza e parë të jetë e banuar. Le të themi që Pajtoni Group me eksperiencën e vet që ka prej shumë vitesh në ndërtim, kjo fazë do përfundohet akoma më shpejt. Do me thënë më pak se 4 vite. A ka filluar shitjet? Patjetër që po, patjetër që po, edhe kryeministri e Ceku që mbi 300 apartamente aktualisht janë të rezervuara. Mbi 300? Po. Edhe Salsano je vonë. Si ka një pronari? Armando, të përshëndesim. Ata pronari vetur ti them lek ska. Apartament dua. Ti këndoj të këndoj. Kur ti hy Pajtonit, jo kur ti hy. Shpizat me flori. Mami, tu fuston, goc fustoni. Të hy për vitri. Ja bëri dhe kokën tani. Tani. Le të themi që Ule atë metër katror. Kështu që janë çmimet që do jenë patjetër të përballueshme nga të gjithë. Nga të gjithë, po edhe kjo ndihma që ju mund të dhe ndihma që pa kolateral dhe numrin e telefonit patjetër e kanë të afishuar gjatë gjithë kohës. Dhe për ne Pajtoni Group është një kompani shumë e madhe, Salsano dhe Elona, që ka një departamente të shkëlqyera, qoftë shitjesh, qoftë një inxhinier, arkitekt, çdo kush punon me shumë pasion. Kam një pyetje kështu profesionale. Ju do keni shtëpi, mund të shisni dhe me të mobiluara apo vetëm tani ne kemi edhe një se ju keni edhe të gjitha të kanë avantazhin e Pajtonit Center. E imagjino do të merr dollapin këtu. Kështu që Salsano ne kemi menduar që për gjithë ato që do blejnë brenda në rezidencën në Pajtoni, të gjithë mobilimin dhe arredimin përposhtë se arkitektëve, patjetër do kenë edhe ulje të dedikuara, akoma më shumë që asnjëherë nuk i kemi dhënë ato ulje në qendrën Pajtoni. Ylber, unë do doja të pyesja për një gjë tjetër, se sot më shumë se çdo ditë tjetër flasim për sigurinë e jetës, për sigurinë e fëmijëve, për sigurinë e një vendi që të rrim të qetë, të rrim me rahatit, mos kemi hallë dhe probleme, siç e thash, sidomos të ditë që s'kemi dëgjuar. Sa siguri, sa është menduar për familjet dhe sigurinë e banorëve në Pajtoni Group në këtë rezidencë? Po, duke qenë që Pajtoni Group si një grup i konsoliduar që brenda saj mban mbi 13 kompani të tjera, ne kemi menduar që normalisht do të bëjmë edhe të gjithë menaxhimin e të gjithë rezidencës. Pra, të gjithë mirëmbajtjet, të gjitha gjërat, Pajtoni Group do ngrej një kompani më vete, do punsoj të gjithë njerëzit, ne kemi shtruar të gjithë fashën, mënyrën se si ne mendojmë të gjithë menaxhimin e pjesëve të përbashkëta të gjithë rezidencës dhe patjetër që çdo banor që do jetë brenda do jetë i sigurt 24 orë, nuk do ketë plera mbeturina në përcepa sepse janë menduar për çdo gjë, edhe koshat, edhe mirëmbajtja dhe çdo lloj gjë. Koshat nga shtëpia deri në kosh apo jo? Ashtu e ka. Patjetër. Kam një pyetje tjetër. Kur të mbaroj projekti me asaj që the ti, janë rreth 6.000 banorë do të jenë atje. Po, është një lagje më vete. Tashti këto fëmijët, këto të rinjt, janë menduar kopshi, shkolla. Patjetër, ne vetë si Pajtoni Group kemi menduar që pavarësisht totalisht do të duat zhvillojmë zonën për post këtij projekti gjigant që po sjellim dhe Pajtoni Group do ndërtojë edhe kopshtin edhe shkollën që do jetë dedikuar për të gjithë zonën. Për gjithë zonën. Për të gjithë zonën, jo vetëm për shkollë brenda. Edhe kopsht edhe shkollë për të gjithë zonën. Po kinema do ketë kot po pyet. Patjetër Salsano do ketë. Për Salsano. Patjetër. Berber do ketë sa dusha tjetër. Salsano pjesa 0 me kati 1 i gjithë rezidencës do jetë i gjithë i dedikuar pjesës së shopping, shërbimeve, patjetër. Shërbime dhe shopping. Shërbime, shopping, restorante, bare, do kemi spa, do ketë çdo gjë që duhet, palestër. E bukura e kësaj rezidence përpos gjithave, se normal do kemi edhe pjesë office, zyra,
në katin minus, ne kemi menduar që një pjesë që lidhet me katin 0, që është e gjithë pjesa rekreative, kati 0 që ti mund të kesh pjesën e zyrave, do shikoj pjesën ballore nga përballë, shikon komplet pjesën e rekreacionit. Shiko. Po, kështu që Pra, domethënë edhe ti nëse je brenda rezidencës, do thua që je brenda, do jemi rrethuar nga pallate. Po, jo, do shohësh gjë bukur. Do shohësh gjelbërim, do shohësh. Aty kishte shumë gjelbërim, ishte arkitektët kishin bërë punë shkëlqyer. kjo është edhe ajo që ne duam të japim, një rezidencë e qetë, pa makina dhe të jetojmë të lumtur brenda asaj shtëpisë tonë. Absolutisht. Për ta përmbledhur edhe për t'i thënë si me pika 1 2 3 4 5, pse duhet dikush të zgjedh për të jetuar në Pajtoni Group në rezidencën më të re? Pajtoni Residence duhet ta zgjedhësh të jetosh rreth parë, sepse është shumë e rëndësishme një kush po investon në këtë projekt. Pra Pajtoni Group me vite të konsoliduara, me projekte që ka treguar që ambicioze që ka sjell, le të themi që ky është një landmark giganti për gjithë qytetin e Tiranës. Dhe një rreth parë është besimi që ne kemi në gjithë njerëzit që blejnë tek ne, duke ditur eksperiencën tonë. E dyta, jeton i qetë. E treta, ke gjithë facilitetet që të duhen brenda rezidencës, që ti nuk të detyrohesh të hypësh makinës, ti këtu atje për të bërë pazar, market, palestër, bibliotekë, farmaci, çdo gjë çfarë të duhet, i ke brenda. Bank, çdo gjë. Ku ka më mirë sot pjesa më e rëndësishme, Elona dhe Salsano janë prindrit. Ku ka më mirë se sa në një moshë të tretë të jetoj brenda një rezidence ku ti ke një kilometër shëtitore në katin e 5, ke zona rekreacioni në katin 0, pra që ti mund të dalësh, shëtisësh, të ecësh, të pushosh me nipër, me mbesa, me të gjithë. Je pra një dedikuar totalisht familjes. Deri në katin e 5 nuk ka banim, mbi katin e 5 fillon banimi? Ka dhe banim, ka dhe banim poshtë, për shkak Pra do e zgjedhësh shtëpinë poshtë pishinës apo sipër pishinës? Pishina do jetë si ajo e Singapuri. Ke parasysh që lidhen ato pallate ajo pishinë? Pikërisht. Prandaj edhe do ketë edhe poshtë katit të 5 pjesë së banimit, sepse ajo shikon edhe brenda rezidencës katin 0 që sapo të thash prapë që është një zonë e gjitha e gjelbëruar, po. Dhe gjithë kjo pishinë e madhe që ka edhe pamje nga Tirana dhe kudo. Dhe apartamentin mund ta zgjedhësh. Një njerëz që zgjedh për të jetuar në Pajtoni Residence bën investimin më të mirë për të ardhmen. Po, epiqendra e re e Tiranës. Por Pajtoni Group, përpos të gjithë këtyre projekteve inovative, aktualisht ne po punojmë fort edhe për 3 projekte të mëdha që po vinë në hyrje të Tiranës në Unazën e Re, që do vi një ndërtim shumë i bukur, po ashtu edhe në Zogun e Zi dhe do po ashtu. Do vish prapti. Edhe po ashtu edhe te pjesa tjetër. Kam një pyetje jashtë kësaj. Pajtoni Bank, ku do krijohet? Do mendojmë pak shpejt Salsano edhe këtë. Unë atë që dua se të prek Elona ajo pyetja se më ngeli në mendje që pse duhet ta zgjedh, përpos gjithave janë facilitete që të ofron. Përballë kemi terminalin. Pra çdo kush do të udhtoj, është terminali i ri që sapo është bërë. Do kemi stacionin e trenit që po vjen terminali i autobusëve? I autobusëve që është për aty ngjitur, patjetër. Nga ana tjetër, shikoj, është Pajtoni, janë kullat. Mbrapa është terminali i autobusave. Jemi direkt te terminali i autobusave, sepse rezidenca del në të dyja krahët. Pra edhe në pjesën ku është terminali i autobusave, që është rruga që të çon drejt Shkodrës, dhe direkt ti mund të dalësh edhe direkt për tek autostrada. Super. Pastaj ke spitalin afër, ke Digitalbin përballë, ke Durrësin në të djathtë, Tiranën në të majt. Stacioni i trenit do kaloj aty. Rina si është. Po, serviset aty. Pastaj shopping për shtëpinë në Pajtoni Center dhe kjo është realisht epiqendra e Tiranës. Dhe ne kur e kemi menduar një slogan të bukur për këtë rezidencë, ishte gjëja e parë ishte që çfarë mund bëjmë diçka që ta lidh që është një qendër për gjithë, është ajo piknisja për Tiranën dhe nuk kishte më mirë se sa një epiqendër e re e Tiranës. Një qytet brenda qytetit, një qytet brenda qytetit. Po, për shembull, kuriozitet se mund të jetë dëgjues tani që thotë, "Ore, po dyqane shisni atje apo vetëm shtëpi banimi?" Po, edhe dyqane, edhe zyra. Duket si ju intereson ka vetë. Ne po dyqane. Po kisha vesh për ble dyqan s'vjen këtu fare. Fare. Nuk i diet fare. Jo më marr. Ilber, nuk e di lam gjë pa thënë, po se sigurisht ka aq shumë gjëra kjo rezidenca. Do duhet edhe më shumë kohë të themi të gjitha, po kryesorët besoj janë thënë. Ka materiale premium, ka cilësitë lartë ndërtimi. Ka fasada të ventiluara, çdo gjë siç e shikuat është në dritë. Nuk janë kështu brenda për brenda që ti mezi gjen ata aerosien nga. Është menduar që çdo gjë të funksionojë në mënyrë të duhur. Të fundit për ta thënë. Po, përpos gjithë këtyre gjërave që gjithë dëgjuesit tan i dëgjuan, un kam një falënderim për vet Pajtoni Group, për gjithë stafin që punon sepse janë fantastik. Është një grup shumë
shumë i madh dhe punojnë shumë njerëz, po suksesi e tregon vetë patjetër. Arkitekt, inxhinier, të gjithë. Falapaç. Kush është Elisa? Pra, nuk ka më bukur Elona kur punoj në një kompani që fryma është kaq pozitive dhe gjithë duan bëjmë gjëra vetëm gjëra të bukura. Ti je shefi Ylber atje i marketingut? Po, nuk e dua ta quaj veten shef, po drejtoj marketingun. Kush është? Armando. Armando. E kemi me takim Armando. Nesër në orën 10. Elona kemi në dorë. Faleminderit shumë edhe shpresoj, po unë jam i sigurt që ajo rezidencë do bëhet vërtet një qytet brenda qytetit. Një qytet brenda qytetit. Dhe do jetë një vend banimi i shkëlqyer dhe jo vetëm. Shihemi në zyrat e shitjeve të Pajtoni Group. Shihemi për të gjithë të interesuarit, edhe një herë numrin e telefonit që ishte 068. Na mund të çojmë çik në let sepse na dimoni çik në let se tham shumë gjëra. Unë i harroj ndonjëherë edhe numrin e telefonit. Në fund fare 68 60 15 000 Pajtoni Group për rezidencë. Epiqendra e re e Tiranës, Pajtoni Rezidencë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe juve, jeni fantastik. Dhe me sa mora vesh, atje mund ta shikosh Ylberin gjithmonë që bie shi. Jo më shef këto vërtet se vjen mirë. Ju falenderoj shumë. Ne pas pak do takohemi me një. Pastaj vjen. Nuk di tani. The Queen, Celine the Queen, fituese e edicionit. Po patjetër që vazhdon ajo sa është shpallur. Nuk është The Princess apo jo? Jo, është The Queen. Ka ardhur aty po dëgjon, kujdes është aty ja. Nëse ka ardhur aty të bëhemi gati të zhvishemi. Celine pas pak në Top Albania Radio në Ndryshe, mos u largoni. Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi në Ndryshe në Top Albania Radio dhe zonja dhe zotrinj është me ne. Nuk di pas kam emocione, nuk di pse pas kam emocione. Seriozisht? Bëni gati të mirëprisni, të shihni dhe të dëgjoni edhe një herë nga afër të preferuarën tuaj, fitues në edicionit të 5 të Big Brother VIP, Celine the Queen. Hello. Mirë se erdhe Celine, mirë se erdhe. Ka dhe nga ata që nuk e pëlqejnë Celine do thonë. E do thotë ajo që ama këtë do gjë prapë ne. Po dha ato do ta dëgjojnë se s'kan ku shkon se. Po di se do ta dëgjojnë ata. Sepse nuk e kanë dëgjuar kur kështu. Si të erdhi ideja të hysh në Big Brother? Jo, je në vendin e gabuar. Kishte strategji në këtë lojë apo? Jo, je në vendin e gabuar. Ne kemi bërë këto në Big Brother Radio, kështu që s'ka më kështu. Mirë se erdhe Celine. Mirë se ju gjeta. Je shumë e bukur dhe shumë elegante. Të bezdis fakti që të thon Queen apo të ledhaton? Jo, nuk më bezdis, më vjen pak kështu qesharake se unë e kam thënë në batute sipër, pa jo ngeli përjetësisht, kështu që tani po filloj. Ti do të jesh Queen. Wow. Sa po thoja që tani po më lizeton dhe dua dhe ndihem si e tillë. Po shiko. E ke me veten këtë, nuk e se ke me tjerë, raport me tjerë, raport me veten. Se e thash me batut edhe ngeli. Ka filluar. Nuk besoj. Të beton. Ti je shumë e sigurt për atë që thua. Kështu kam thënë, unë jam shumë i shëmtuar dhe më ka ngeli shëmtuar, nuk e di pse ngeli. Suksesi televiziv të ndryshon si njeri, si mendon ti? Domethënë me këtë rast kemi bërë dhe pyetjen, a ke ndryshuar ti nga kërkon një vet menaxhim korrekt, edhe shumë të mirë dhe të ndryshon. Po më varet, është në dorën tënde se si të ndryshon. Të ndryshon për mirë apo të ndryshon për keq. Unë uroj shumë edhe ndjej që më kanë ndryshuar për mirë. Për mirë. Të paktën me qasjen që kam kundrejt publikut që i takoj, më shkruajnë komentet, njerëzit. Mendoj se kam më shumë nga ata që më duan se sa më urrejnë. Një javë më parë në këtë studio ishte i ftuar Alban Skëdera dhe kur ra biseda tek Bigu, sa një nga arsyet që s'do doja të hyja thash që të gërmojnë shumë dhe të nxjerrin edhe gjëra që ti nuk do t'i ndash me njerëz, që ti mërzitesh nëse njerëzit do t'i marrin vesh. A ka ndodhur kështu me ty? Domethënë të kanë gërmuar shumë dhe në fakt ti je një nga personazhet që morë pjesë me gjithë hallën, tezën, gjyshin, babin. Kemi hyrë familjarisht. Do doja të ishin më pak këto prezente në Nuk do gënjeja të thoja që nuk do doja të ishin më pak prezent dhe fatkeqësisht fati im jo i mirë ka qenë që kanë gërmuar, por i kanë transformuar të gjitha gërmimet në të jo të vërteta. Pra thjesht janë munduar të transformojnë gjërat që në të vërtetë. Në Big gjithmonë është thënë edhe kur ke qenë ti brenda Big, kur diskutonin njerëzit që kishte domethënë një unison mendimi për sa i përket inteligjencës tënde për shkak të moshës që ke. Po. Ti ndihesh vërtet më e rritur se ç'je?
ti mendon që je më e zgjuar se mosha jote? Atëherë, si fillim dua t'i them publikut që e kam mësuar që shekulli nuk ka 15 vite, po ka më shumë. Kjo ishte edhe një ndim që i bëra gjithë gjeneratës sime. Jo, kuptimin e informacionit, jo. E kuptova. Zgjuarësia është e lindur, Por jam e sigurt që ti s'e ke mësuar emrin e Nën Terezës. Që Lora gjithmonë e kam ditur emrin e Nën Terezës. Si është? Atëherë, jo ti ishte ajo me shekullin sa vite ka një shekull? Po, 15, unë jam. Po ti, po. Po si të erdhi? Aty brenda nuk vjen asgjë. Askush nuk e beson këtë. Jam atakuar edhe ofenduar pafund. Tani njerëz jemi i ulat sa vite. Tani e kam mësuar gjithë që shekulli ka 100 vite, jo 15. Zemra jam e sigurt që do të kesh ka një të mirë, kështu që do vori. Ne kemi ca student aty që i përshëndesim. Përshëndesim, jam student të gazetarisë, është viti i tretë. Një nga lëndët që ata bëjnë në auditor është lënda e radios dhe zysh është Jonida Aliçkolli. Kështu që e ka Zysh Jonida. Shoqja kolegja jonë e dashur. U vdes kemi zysh Jonida mi. Do ketë ndonjë mikrofon aty apo jo? Do afrohen një nga 2 për t'i pyetur Selin, morën vesh pasi ne nxorën postimin që do të jetë Selin edhe dëshironin shumë të ishin në studio për ta parë një herë nga afër. Është edhe një lloj prakticiteti për të vendosur se sa do bëjnë jetën e tyre. Ja dha mundsinë gazetarisë vitit 3. Do lëm kohë atyre apo si mendon? Unë kam dëshirë të thres në fakt edhe do doja Ersin edhe Anjën. Po pas të mësoj emrat? Po jo, po sigurisht. Kam 2 ditë që flas me ata. Ersi Anja, Cindy dhe Martini. Mirë se ja se do ju hapet dhe juve mikrofoni edhe do tani Selin është live më mirë apo në televizor? Sigurisht që live. Me këto komplimenta mi dhan backstage. A pse fol backstage? Po, pak kështu doja t'i bleja, por nuk i bleva dot. Tash çfarë pyetësh do bëj? Televizioni është i njerëzve. Ka para që na vlen neve. Do të bëj sikur se ke parë. A ishit me Selinin në këtë Big Brother, Anja? Sigurisht. Po ti Ersi apo me Mirin? Mos vini, mos vini. Me mirë? Po me mirë. Bravo. Po si të rëndë që jam e mirë, do jam Pyetja jote pas. Jo nuk Pyetja pranohet. jote vjen e dyta. Anja po Anja. Atëherë, dua të di se kush e ka vuajtur më shumë fitoren tënde. Kush mendon ti që e ka vuajtur? Nga banorët? Nga banorët. Bravo, edhe unë eksakt këtë pyetje, se më pëlqen ti. Fatkeqësisht un kam dëgjuar shumë intervista të finalistëve bashkëfinalistëve dhe kam parë që të gjithë në një mënyrë ose një tjetër e pas kanë vuajtur. Për sa kohë vazhdoi të dëgjoj emrin tim në çdo intervistë të tyre, mendoj se dikush më shumë e dikush më pak, të tre nga ata mendoj se normalisht ai që është mërzit më shumë që fitove ti kush është? Këto pyetjet e juaja. Unë përjashtoj Mirin me Rogertin. Unë do thoja Miri sepse normalisht arriti deri te podi final, por që sigurisht aq afër fitores nuk e vjen keq aq afër. Edhe unë po tisha normalisht do vite shumë keq. Po në post Big Brother Miri nuk u shpreh kështu, Mateu u shpreh që Selin nuk e meritonte, më the tash. Po? Shiko se e përshëndesim Mateo. Po Brikena është mërzit besoj dhe Brikena. Jo, Brikena jo. Jo, si është Brikena? Jo, Brikena ishte mendoj ose Dialoshi. Edhe një pyetje tjetër. Po, hajde. Atëherë, sa lën nga çmimi i madh i dhe i Gimbos? Atëherë, Gimbo në përshëndesi. Gimbo do thoja mjep nuk i jap, po s'e themi këtë informacion këtu. Edhe pas çmimit të madh akoma të jep? Po, patjetër. Tani po kuptoj që e vajzë zgjuar. Se bëshaka, çmimin e madh unë kam thënë se ku e ka destinacionin, nuk e kam marrë akoma për ta çuar diku, që në moment që ta marr, do ta çoj aty ku. Do t'jap të Gimbos në ide. Në drejt në gjë. Bravo Anja, bravo. Hamo Ersi. Edhe unë kam një pyetje, po mos mërzit nga pyetja që do të bëj. Wow. Ma para priu. Nuk do mërzitet, ti je sigurt. Ai erdhi keq Ardit Xhebreas që ti kishe 10 vite që ishe me të dhe famën që kishe me të nuk e morë në Big Brother, siç e morë për 3 muaj, kupton? Nuk e morë famën që domethënë në gjithë ato vite në klan ti nuk kishe më shumë famë se sa çmore për 3 muaj në Big. Atëherë, ideja është që në të tillë profile pune duhet kesh një start shumë të mirë. Domethënë, ndonjëherë starti është gjysma e punës, domethënë fillimi është gjysma e punës, siç themi edhe ne. Dhe më besoj që fillimi i atill ka qenë gjysma e gjithë gjës që un jam sot, kështu që absolutisht Ardi nuk ka pse i vjen keq se un jam prodhimi i tij. Përkundrazi po. Kështu që përkundrazi kemi patur komunikim, kam patur përgëzime shumë të ngrohta, sinqerta dhe në vërtetë ka bërë Ardi ti apo? I ka bërë, po s'e të themi këtu tani. Unë do doja, me që jemi te kjo pyetje, unë do doja ofertat për të qenë në prezantim ke patër.
Oferta do të flasim edhe për këto tu. Po një sekond tash, se kanë edhe pyetje tjera tash. Po mirë, po nga që sa tani tani. Po nga dy pyetje kanë gjithë. Unë them vetëm kaq. Po ne jemi përgatitur apo? Mirë, jemi ftuar. Si është kjo? Si dhe Selin. Do thoya vetëm që kanë qenë shumë dashamirës kundrejt meje dhe oferta kanë patur. Edhe se e meriton. Pyetja e dytë urgjent. Në këtë pikë që je tani, a do e lije Gimbon për famën ose famën për Gimbon? Në këtë pikë që jam tani, jam shumë e lumtur që fama nuk më ka penguar të jem me Gimbon. Po mirë se ti ke të dyja, thjesht është tani një pyetje ishte, faleminderit. Të shuam kuriozitetin për dashurinë që ke për Gimbon. Si? Të shuam kuriozitetin për dashurinë që ke për Gimbon. Sa deri ku shkon dashuria jote për Gimbon? Dashuria është o nuk është? Nuk është nga 180-a, nuk është nga 100-a, është ose është. Kështu që është. Kështu që është. Shumë mirë. Ndërkohë që ju vini mikrofonin. Faleminderit shumë. Mos u largoni, rini aty. Hajde, filloj me bajin edhe me këtë telefoni zemër të nga emocion. Jo, s'kam emocion. Mirë, ulo afër Selin edhe Cindy, ë? Po, Cindy. Ande nga ana tjetër. Okej. Shumë bukur. Kush fillon e para nga ju? Unë do kisha qejf ta kisha përballë, jo. Ua, pritni se po them. Ktheu Xhikandej. Urdhro. Vazhdoj me vitin e tretë të gazetarisë. Vazhdon. Përshëndetje si fillim Selin. Përshëndetje, mirëserdhë, faleminderit. Ti kush je? Unë jam bajeria e Strefaj. Personalisht nuk kam qenë fansja jote për të dërguar drejt për drejt. Normalisht. Por gjithsesi, kjo nuk të bën ty më pak apo më shumë, isha apo si isha unë fansja jote. Unë pyetja ime është cila është dinamika që ka shënjuar të gjithë Big Brotherin tënd, edhe të duroj dhe fitore në një farë mënyrë, sepse ti ke rënë në sy për diçka, për një ndodhi atje në Big Brother. Më vjen keq që të pas ka rënë në sy vetëm një ndodhi, se unë kam patur shumë ndodhira, po dinamika ime e ka emrin Selin. Mendoj se gjithë qëndrimi im aty brenda ka qenë një dinamik më vete, në mos në një situatë me një situatë tjetër. E di që do të dëgjosh një përgjigje tjetër, po jo, përgjigjja ime është kjo. Ose kuptova me pyetjen, do shpjegoj dinamikat, kemi kohë për dinamikat. E kuptoj, po situata. Situata kanë patur nga më të ndryshme. Sigurisht që unë mendoj që ato që kanë shënjuar më shumë kanë qenë ato të bullizimit, ofendimeve që janë drejtuar gjinisë së kundërt, pra mashkull femër dhe nuk janë dha krevati çmimin, ta dish. Urdhro. Faleminderit se sa ato nuk e di, unë nuk e dini as ju, kështu që. Okej. Edhe unë kam një pyetje tjetër. Nga dy pyetje gjithë. Patjetër që po. Atëherë, nga gjithë eksperjenca jote në Big Brother, çfarë do ndryshoje? Çfarë do ndryshoja? Po. Atë që prisje ti si përgjigje parë. Atë si përgjigje parë, unë më vjen shumë mirë që ti pas e kapur një situatë dhe pas e zhvilluar dy pyetje me të. Jo, kam pyetje të tjera. Unë e kam thënë çfarë do ndryshoja, edhe nuk dua të bëhem përsëritse se besoj publiku e ka dëgjuar çfarë do ndryshoja. Unë se kam dëgjuar, kështu që unë po ju po tani nuk pas ke qenë dikse e mirë Big Brother kjo. Po kanë qenë fansë jote prandaj. Filloi sherri. Moj bajri. Mjaftuan dy pyetje. Jo, të bëjmë një pyetje tjetër. Jo, s'ka. Më jeni të drejtës së fjalës, jam shumë e shpejt. Ha, dhe një pyetje ma bëj mua për Selinin. Jo, doja bëj Selinin. Po për Selinin po më shikoj mua. Atëherë, Selin. Shpejt, shkurt. Atëherë Selin, për sa i përket sa e vlerëson ti kontributin e familjes sënde në fitoren e Big Brother? Sa e vlerësoj? Po, patjetër e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Kontributin të qenurit edhe zgjuar 24/7, sa kohë jam unë zgjuar dhe sa kohë unë flej, për mua është kontribut shumë i madh dhe jo më për mbështetjen edhe për gjithë suportin që më kanë dhënë. Faleminderit ty. Po Cindy. Cindy, vetëm dy pyetje apo një ke? Dy. Okej. I ta zbuz pak situatën, si fillim të komplimentoj për veshjen, veshje vetbardha pikërisht ashtu si e ke shpirtin. Faleminderit. Duket fazë. Kam dhënë shpirtin. Ke sa gjëra. Ke brenda ti. Ti ke të çelur shpirtin. Që të çel. Ti ke me lule shpirtin, me lule. Atëherë, unë isha kurioze nga 5 fituesit e këtyre 5 edicioneve të Big Brother People Albania. Do isha kurioze si do t'i rendisje? Nga ata që ti mendon që kanë dhënë më shumë show, që e kanë merituar vërtet tek ai që më pak, domethënë. Po, atëherë kjo është pak e shëmtuar në thonjza për të bërë, sepse më besoj që edhe sikur 10 ditë të rrish brenda shtëpisë Big Brother, kontributi që ti jep të kushton energji, të kushton durim, të kushton, domethënë, ajo është një eksperiment social, kështu që normalisht ti investohesh shumë për të qenë pjesë e saj dhe jo më ti je fitues. Një fitues absolut që ka qenë, që mbetet edhe sot edhe ka emrin, patjetër që është Luizi, por që nuk do doja që ti vendosja në një rënditje sepse mendoj që gjithë secili e ka bërë atë, e ka dhënë kontributin e vet për lojën e tij ose saj, edhe si e tillë ka dalë fitues. Nuk jeni më mbrapa dhe juve. Sigurisht që ka një, po dhe juve fituesit
Edhe fituesja e skaluar ka qenë Gjesti, Egla ka qenë, kështu që patjetër, normalisht secili e ka patur, mendoj të vështirë në mënyrën e vet. Të vështirë në mënyrën. Pyetja e dytë? Okej, pyetja e dytë është kush mund të jetë një person të cilit ti, nëse ai do të jepte ty një projekt, ti do e pranoje më njëherë, po dhe një person tjetër që nuk do ta pranoje kurrë. Miri se do bëj pranonte kur? Ja, Gimbo do bëj tash faq. Nuk e dim se Miri do i ofronte një projekt. Unë jam e para njëherë tani gjë për të koncertin recital të Mirit. Atëherë, nuk jam njëri që e kam refuzimin si përgjigje të parë. Sigurisht që nuk kam akoma njerëz të ajo lista e errët që flas që mund të bashkëpunojnë në një të ardhmen. Nuk jam futur akoma aty te lista e zezë. Ka njerëz, ka vend për të gjithë. Unë besoj që nuk do futesh ndonjëherë Selin. Se mendon një nga gjërat që un kam përkrahur dhe pëlqyer jashtëzakonisht tek ty është fakti që, do të thënë, të vi njëri ta ofendoj ta. Lista e zezë e atyre, jo futet kjo në listë e zezë. Jo të futem unë, do të thënë lista e personave që ti po ti pse le ta mbaroj të komplimentin se po pëlqente. Fjalën që Selin nuk besoi se do bëj ndonjëherë në një listë zezë. Këtu janë të minimizuar Selin. Po, kuptova. Se ke gjithë jetën do vjen gjithë të kohë me kompliment. Kështu që për ato persona që unë e projektoj veten time që mund të bashkëpunojnë, nuk ka ndonjë njeri që do t'i thoja jo, po sigurisht në bazë të sa vlerë ka projekti dhe a më intereson. Nice. Shumë faleminderit vajza. Faleminderit. Martini, hajde dhe ti shpejt. Eja Martini. Ja, i dha mundin. Nëse do një bashkëpunim bashkë, po unë s'do e pranoj ftesën, gjithsesi. I the vetë gjitha pyetje përgjigje, kështu që po pse s'më dëgjosh që thash starti mirë është gjithma punës. Po Martini. Përshëndetje Selin, kompliment për lukun mirë se jam më e bukur live. Besoj ta kanë edhe të tjerët. Pyetja ime është kjo, a ke folur me Rogertin pas daljes së Bigo sepse ai po merr pak fam nga e jotja sepse e kena parë në klubet e natës duke kënduar dhe je dhe ti te këto. Në fakt jam informuar. Kërkoj lek. Lek, kërkoj lek kujt? Rogertit. Atëherë jam informuar për. Tash do thoshte e hodhe në gjyq. Jo, as kjo nuk ka ndodhur. Çka ka bërë Rogerti se ka mitë? Rogerti ka bashkë me një këngëtar të ka bërë një këngë, po. Për të cilën shumë jam sugjeruar që ta hedh në gjyq e të tjerë. Në fakt nuk kam padur komunikim me Rogertin. Unë kam thënë dhe brenda shtëpisë një person si Rogerti apo nuk do kishte kurrë vend në jetën time, kështu që për këtë njëjtën arsye as nuk i kam shkuar mbrapa se këtyre proceseve gjyqësore. Më besoj që jam aq e plotësuar me ato të mira dhe të këqijat e mia, se që nuk kam vend për një Rogert apo për të. Ke bërë shumë mirë. Uroj që vërtet i ketë ecur mbar, nëse ka pretenduar që do të ecë mbar. Dhe pyetja e dytë është, nëse një të ardhmë të afërt do të jepë një mundësi në njërin anë të dorës të prezantojë emisionin e diellit dhe në anën tjetër e diela shqiptare, këtë zgjidhja. E diell dhe e diela shqiptare. Atëherë është pyetje shumë e bukur. Po mos harrojmë që unë e thash pak më parë, fillimi është gjysma punës dhe e diela shqiptare ka qenë familja ime për 7 vite. Normalisht njeriu sa më shumë ecën përpara asnjëherë s'duhet të harrojë nga vjen. Edhe do ta kthej ndonjëherë kokën brapa përpara dhe sa ka arritur. Pra po thua që mund të zgjedhë një familje të re? Në thonjza? Jo, unë jam shumë besnike, kështu që nëse do ishte te kjo pjesa do kisha zgjedhur gjithmonë familjen e vjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Martin, faleminderit shumë. Ja, djaloshi pam dy gjëra. Si do të thotë ajo që ishte. Në 15 minuta. Në 15 minuta. Si ti vogël në vojza, është kompliment ky. Shiko, po mbaron dhe ora jone parë. Mos e mbaroje 52 u burr tani. Se çfarë do? Martin, mund ta akomodosh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sa minuta kemi? Mund ta vazhdojmë edhe pak. Okej. Ti famën e do për të rregulluar jetën tënde apo për shpirtin tënd? Unë këtë që e vogël, ja një sekret që nuk e kam thënë më përpara, që e vogël mendoja në kokën time, do të thënë vizualizoja veten time duke dhënë autograf, duke bërë isha shumë e vogël, mos paragjykoni. 5-6 vjeç, 7 vjeç. Dhe duke u rritur, gjithmonë me shoqen time kam thënë që kam dëshirë që vërtet vi një moment e jetës time që të jem e njohur për të dhënë një shembull se si njerëzit e njohur dhe very important person duhet të jetë. Do të thënë, kështu që ky është momenti im, besoj se do kem kohë ta tregoj vërtet çfarë kam dashur më përpara. Është shumë e bukur, e manifeston gjën dhe ja tek vjen një ditë. Po, shumë mirë. Ka kërkuar, e ka dëshiruar që e vogël. Ke ti një mentor në jetë, Selin? Kam një mentor. Ç'është e vërteta? Publicitet. Ata e dim ne. Një mentor. Dikush që të ka mësuar, në jetë, të ka shtyr. Atëherë, për jetën artistike kam patur.
Unë e kam thënë, Ardit Gjebrea. Ardit Gjebrea, po. A tha se ka qenë tjetër, është tjetër, mendoj, Ardit Gjebrea, po. Ndërsa në jetën time, mentor ka qenë patjetër një busull e jetës time ka qenë familja, por që gjithmonë unë jam pak kokë fort që çfarë më thot mendja ime unë bëj. Deri tani nuk më ka rezultuar shumë keq. Kështu që mentori nuk ka shumë vend tek ty për jetën tënde. Kurse artistikisht, Arditit ka ndihmuar shumë në gjitha këto. Kush të ka befazuar për mirë pas daljes nga Bigu, nga banorët, por edhe nga ndonjë koleg në televizion? Më ka befasuar për mirë Shëndriti, Eugjini, Kristi. Domethënë kam disa individ që realisht edhe këtë jashtë Big Brother ne kemi patur komunikim, sidomos me Shëndritin, edhe pak më parë ishim bashkë. Këto ditë është në Tiranë, po. Këto ditë është në Tiranë. Prandaj Shëndriste rruga? Ka mundësi. Si ishte Selin, po them. Edhe them që më ka befasuar sepse mund të ndodhte edhe kundërta, që gjithë ajo shoqëri e krijuar aty brenda mund mos funksiononte fare jashtë. Po nga shokët e tu, shoqjet tua të vjetra të klanit. Po. Që ke punuar. Salsano, ç'është e vërteta, nga këto njerëzit të fushës tan kanë patur mbështetje shumë të madhe. Do të thonë, ndoshta jo gjatë gjithë rrugtimit tim, por si më duket kur vjen ajo momenti final, jo se besha ka. Shiko, dhe shumë mbështetje edhe nga kolegët në teatr, ëh, se unë kam parë postime apo shumë fjalë shumë të mira për Selin kam dëgjuar edhe nga kolegët në teatr. Dhe realisht në moment të përshëndesjes, ju dua shumë, faleminderit shumë nga zemra. Atëre pak publicitet dhe pastaj filloi pyetja. Ja lajmet orës 7 edhe pastaj deri në orën 8 pa 1 minutë do ja marrim shpirtin. Kjo do shpartallohet fare. Do shpartallohet fare. Kjo do dalim me fustan zi. Do të thënë fustan zi, fustan. Me zarf bar. Që droni me ne Selin Vëllandi. Ndryshe, në Top Albania Radio. Selin, mendon ti që pas kësaj fitore vajzat Around the World? Jo vetëm pas saj fitore, kanë kohë Elona që vajzat Around the World. Po thash tani më shumë se kur. Po uroj. Ku la syzet mi, tik syzet mi, se nuk shoh mirë se nuk fare. Max Optika, syzet janë me ulje deri në 50% Spring Summer koleksioni 2026, skeletet optike, që janë këto që ka ky. Po. Edhe këto. Kryqorri këtu. Jo. Deri në 50% ulje dhe vizitat okulistike janë falas kudo ku ka një Max Optika interesoni dhe bëni tuaj dhuratën ideale. Faleminderit Maxi, gëzuar Maxi me Estrella Galizia. Selin, si jeti me alkoolin? Sikur s'ke pirë në Big Brother. Aty nuk kam pirë, po mirë jam. Kjo zero alkool, po është birë e shkëlqyer spanjolle. Ti po ke një stil spanjoll kështu ti si Caliente? Si caliente kështu, ha? E ka këtë. Nga të vjen kjo. Sidomos sot është bërë shumë caliente. Gëzuar me Estrella Galizia. Është herët ka shkruar Salsano këtu për të menduar për një martesë 23 apo e ke vendosur? Normalisht që për momentin është herët. Nuk e kam vendosur. Sa është e ke vendosur? Është shumë herët. Po, jo, se kam vendosur. Jo, nuk e kam vendosur. Keq kuptohen njerëzit nga shikimet, Selin? Keq kuptohen. Të ka rastis ty që një djalë të ka shikuar dhe ti nuk e ke kuptuar të zhdukur si flirt, po ai s'ka qenë ashtu, të zhdukur ngacmues ka mënyra shikimit. E dallon këtë gjë ti, se për shembull unë mendoj për veten time, po të shikoj një vajzë, si më shikon në mënyrë se më shikon. Ti e kupton që ajo po flirton me ty. Po flirton me mua. Ti e kupton dot këtë gjë apo jo? Ja. Ky nuk është flirt. Kjo është tallim. Jo. Kjo është çfarë është kjo pyetje? E si ta bërit? Në fakt ndodh të keq kuptohesh. Dhe ndodh të keq kuptohesh në dy mënyra, që të jetë vërtet flirt dhe mos ta kuptosh që është flirt, ose të jetë jo flirt dhe ta marrësh si flirt. Si flirt. Po. Ti nuk e dallon dot këtë gjë, apo e dallon? Ndodh ta dalloj, ndodh mos ta dalloj. Mirë, je me Ramën Berishin apo Shpëtimi Drizin? Me Shpëtimi Drizin. Apo se një fare kush është Shpëtimi Drizin? Se një. Se mos njihje Shpëtimi Drizin, do thosha pasaj mbi emri të bollati. Jo, e përshëndesim Shpëtimi Drizin, Rama Dushum. Dëgjoj, kur un kam një mikun tim shumë të ngushtë, e ka emrin Dritan Seko. Po. Ka qenë dikur kryetari i shoqatës Çamëria. Dhe kur I thash unë si e kam mbiemrin kjo, se ai nuk ndjek fare këto programet, e tha Bollati tha, është një mbiemër shumë i nderuar në Çamëri. Po, vërtet. Kështu që
Që ka ty ndryshon mendim për ty. Po ti e pete goca dhe gra, më. Po ti e pete goca dhe gra. Tu mankuqen. Që kishte gisht, dorë, mendje, gjyshi i Selin. Aty e mora vesh do, nuk e dija. Vërtet? Po, tu nuk e kam parë. E kemi ne këtë këngë? Jeti vajzë firmatosh, do të thënë që do të vizhesh firmato, të pëlqejnë këto gjëra, apo nuk e ke problem që ti mjafton të rri mirë një gjë edhe ti e vesh. Tani përpara se në rrjetet sociale të ndodh çudia, sot jam veshur me rroba firmato, po kjo është e gjitha prej djalit që kujdeset për veshjen time, Desit. Në përditshmërinë time. Desi kujdeset për të gjithë. Po, e vërtet, e përshëndesim Desin. Në përditshmërinë time, jo, përkundrazi, jam shumë e thjeshtë. Po pse nuk të bën të përbër firmato? Jo, nuk të heqim me ca mite edhe ca nga këto mundësi. Jo, se kisha fare për të gjykuar apo të paragjykuar njërin sepse vishe tashmë. Moda më pëlqen. Po, moda më pëlqen, e ndjek, por që duhet kesh një standard jetese. Jam duke punuar për atë standard, kur ta kem, normalisht edhe unë do vishem me firmato. Do vishem me firmato, po, e kuptova. Shumë mirë. Sa heri është bërë skaneri në atë shtëpi. E vërtet. Ja këto, kështu, ja këto ashtu. Ne do shkojmë tek pyetjet pa nivela apo do më lësh mua ca nga Po, do bësh ca pyetje se kam dhënë ca pyetje tjera pastaj. Sekreti për qëndruar gjithmonë në qendër të vëmendjes, se thon vjen një moment që kjo fama dhe gjithë kjo buja e fituar ka i shpejt ikën po ai shpejt. Cili mendon që është një sekret që ti jesh gjithmonë në qendër të vëmendjes, edhe ti jesh gjithmonë ti jesh në treg, të zjas sa më shumë i gjithë suksesi që ti more duke e merituar. Atëherë, sekreti e para njërë është që të qenurit e vërtet. Mendoj që gjithmonë po të jesh e vërtet dhe natyrale, njerëzit të duan më shumë. E dyta të kujdesesh që për ato njerëz që të mbështesin dhe të duan, ti mbash gjithmonë me projekte, domethënë ti mbash sa më afër vetes, në mënyrë që normalisht të vazhdoj edhe fama jote, po edhe dëgjoj, merr kënaqësi nga njerëzit që të mbështeten, merr shumë kënaqësi. Kështu që ty të lind, ato janë si inspirim që ti të vazhdosh më shumë edhe të punosh më shumë, të kesh progres në atë gjë që bën. Nëse ti tani do të bëj unë ca nga këto pyetje kështu. Ja, për shembull, kthehesh në Big Brother dhe do kishe në dorë të eliminoje të parin një person, kë do eliminoje? Të parin? Të parin. Atëherë kam qenë 23 vjeç, nuk e di. Se mushi se ka të ti? Jo, po me rrugës shkoj 63, se u rita i shpejt brenda një kohë të shkurtër. Të parin, nuk kam një mendim. Nuk do thoja as o kohë, asnjë. Asnjë. Ka patur një moment momentin më të vështirë dhe momentin më të vetmuar që ka patur në shtëpinë e Big Brother. Ka patur një të tillë? Po, ka patur. Ka qenë direkt mbas eliminimit të Iku Greta, direkt për një javë u eliminua dhe Gimbo, edhe unë isha komplet si peshku pa ujë, pavarësisht se shëndriti ishte aty, po normalisht njerëzit më të afërt ikën larguar nga loja. Normal, shumë keq jam ndjer atë javë, kam vëmend. Po, kë quhen ti njeriu më qesharak që ka pasur Bigu sipas teje si banore që ke qenë? Qesharak? Greta. Greta ka qenë Fani, Fani ka qenë. Ama dhe Eugjini, përpos faktit që e ka pjesë të profesionit të tij, po edhe aty brenda realisht na ka. Ishte Fani. Jo, unë kisha kuptimin qesharak. Qesharak. Në të keq. Një qesharak, që edhe kur bënte një gjë duhet ishte qesharak me ato që thoshte. Po tani besoj se nuk Zdo thua shemër. Po, dihet kush ka qenë me qesharakun, e kam thënë shumë herë, jo nuk e kam problem për mendimin tim për mënyrën se si e ka patur qasjen e tij në lojë, Rogerti. Edhe shumë herë ja kam thënë që për mua. Selina, të ka mësuar Bigu ndonjë gjë që ti nuk e dije për veten më përpara? Më ka zhvilluar, jo se nuk e dija, faktin të qenurit e duruar. E duruar dhe un kam një dashuri për të drejtën, që aty brenda kam zhvilluar edhe më shumë, edhe agravohesha shumë kur dikush mundonte ta jepte forma të ndryshme të drejtës. Ndonjë koment nga publiku që të ka prekur më shumë se çdo koment tjetër? Më vjen keq që lexoj komente të këqija, negative, nuk do thoja që si lexoj të gjithë sepse dua të di çfarë njerëzit mendojnë për mua. Prej atij publiku kam zgjatur aty brenda 120 ditë dhe sot jam Selin. Më vjen keq kur janë shumë të ashpër, duke harruar që edhe unë njëri jam. Mund të isha motra, goca, partnerja dikujt tjetër. Po, edhe më vjen shumë keq që lexoj shumë nga vajzat, po është okay. Mirë, po pse nuk i bën skip? Pse i lexon? Për çfarë i lexon? Për kuriozitet. Do të mërzitesh. Nuk mërzitem. Jo, nuk mërzitem. Nuk e lejoj, domethënë
Më mërzisi. Po mirë s'të vjen, sido që tjetë. Domethënë edhe ne që kemi vite në këtë punë, s'më vjen mirë. Mirë s'të vjen. Të bëj shaka. Jo, mirë nuk më vjen, po shiko se për një më që ti se vë. Fjala urt bën urt mos fol. Selin, me që jemi këtu, un kam bërë një mund të them si një jo quiz, po një moment pas apo para? Po, jo, ka vetëm një gjë me... Hajt. Nëse Big Brother do të ishte një film, çfarë roli do kishe ti? Protagonista. Rol protagonisti. Protagonist, po. Antagonist kishte? Sa antagonist kishte? Dhe jo antagonist. Un kam bërë pyetje flesh, ndërsa Salsano para dhe pas Bigut. Okay. Para dhe pas apo pas Bigut. E nisim. Më shumë kohë në rrjetet sociale ke harxuar para apo pas Bigut? Para. Para Bigut. Para Bigut. Më shumë familjen para apo pas? Kohë me familjen, domethënë. Kohë me familjen, para. Para. Më shumë kohë me shoqërinë para apo pas Bigut? Para. Para. Gimbo, përshëndes, më ke marrë gjithë kohë. Më shumë kohë me veten para apo pas Bigut? Pas. Pas Bigut. Pas Bigut. Më e pasur para apo pas Bigut? Pas. Më sociale si njeri para apo pas Bigut? Para dhe pas, po pas më shumë. Më e kujdesshme para apo pas Bigut? Para. Tani I don't care. Më shumë gjumë para apo pas Bigut? Para. S'fle fare. Po ngrën ha se duket sikur po 24 orët e fundit. Realisht 24 orët e fundit. Pa ngrët? Jo, që kanë filluar të ha. Më ndjeshme, ke qarë më shumë për para apo pas Bigut? Para. Para ke qarë më shumë. Tani e bërë më kështu. Tani po, kam qarë dhe gjatë Bigut, po pas jo. Po për qeshur, para apo pas Bigut? Pas. Pas ke qeshur më shumë. Kafe apo çaj? Kafe. Ditë apo natë? Natë. Dashuri apo lojë? Dashuri. Një fjalë për Big Brother. Çmenduri. Fitore apo miqësi? Miqësi. Instagram apo jetë private? Instagram. Spontane apo strategjike? Spontane. Një banor që të mungon? Që më mungon tani aktualisht? Nuk kam një. Një banor që në zota takoje asnjëherë. Në jetë? Ka shumë. Ka shumë? Ka shumë. Ka më shumë se një apo ka shumë? Po, ka më shumë se një. Patjetër. Janë dy. Kush janë këto? Next, please. Akmarrje apo falje? Falje. Zemra apo mendja? Pas. Pas. Aca që Shqipëri apo jashtë? Shqipëri. Kamera on apo off? On and off nuk bën ndryshim. Po se tash 120 ditë me kamera pa kamera u mësua. Një sekret nga shtëpia, po pa detaje. Një sekret nga shtëpia. Ka patur dorë. Ka patur dorë. Fali. Vilte? Jo. Ka patur dy duar. E bea Reels. Ose ka patur dorë qëllonte? Jo. Ose të fuste durët? Atëherë, e lim të hapur, merrni se të doni. Mesazh për fansat me 3 fjalë. Faleminderit nga zemra që jeni me mua 24/7. Po bën shumë fjalë, 3 fjalë. Tani 3 fjalë. Faleminderit aty. Po mirë, po ata që të kanë natë? Faleminderit atyre. Faleminderit se të bëjnë më të mirë. Po, më bëjnë më të mirë. Shumë mirë. Tani jemi në pyetjet pa nivel. Pa nivel. Këtë bukura këto. Këto i qanë këto. Si ke marrë lekët akoma, pa jo? Jo, akoma. Si ke marrë? Ka procedurën e vet normalisht. Me kë ka qenë, domethënë, kur dole... Mbyta këtu ke lekë. Këtu ke lekët mbyta gjithmonë. Pi pak birë. Pi pak birë ti, vajzë e vogël. Ta kalojmë këtë. 0%. Dole nga Bigu, fjete, ku diun sa fjete. Po. Kë ftove për herë të parë në kafe? Kush është ai njeriu që ti ula dhe pi dhe kafe vetëm? Arditi. Jo kafe, i kërkova të takoshim, dhe është personi i parë që kam takuar nga njerëzit, domethënë një familje. Jo nga familja, e kuptova. A them dhe një gjë? Po. Se mua më është bërë shumë qefi, domethënë nuk e prisja që mbaroj Big Brother shtunën, edhe
Diel ka qenë apo e hënë? E diel ka qenë. E diel në drek, mua më bie telefonin, video call edhe më del Selin përpara. Domethënë sa kishim fjetur në 3 mëngjesit, në 3 drekës thash, "Ua!" Pasi qenë ti një ndër realisht në të parët po. Sepse 24 orët e para nuk e kam prekur telefonin dhe direkt. Faleminderit shumë. Por më vjen mirë që dëgjoj këtë që ti ke takuar Arditin. Po. Do punosh në top apo akoma se ke menduar? Pa dyshim që Topi është shtëpia ëndrave shumë vajzave të reja që aspirojnë televizionin, kështu që nëse do më jepi një ofertë, po patjetër që do punoj. A ke një program që e ke për zemër shumë ose të gjithë ne, kemi patur një. Ja kam pyetje këtu, ne kam këtu. E di pse qesh se tek darka e moderatorëve erdhi Salsano dhe o do ma nxirrte përgjigjen asaj pyetje o s'ka, do thash në tipologjinë e emisioneve që më pëlqejnë është portokallia. Dhe pyetja është, do të heqësh? Jo. O thash si i ban treti. I ban treti. Of mo. Jam buke vjetër unë. I ban treti. Jo, nuk e mbaj dot. Do doje të vije prezantuese portokalli domethënë. Do doje të vije, Më pëlqen shumë si emision, por tani nuk dua të jap kështu deklarata se nuk dua të keq interpretohet. Po, për natyrën që është emisioni, po, më pëlqen shumë. Flet ti me fjalë të pista në shoqëri flas. Tani e kulluar nuk jam. Trafik lëshon në një fjalë goja, po jo pas bigut para, do thoja. Je ti vegetariane? Jo, nuk jam. Çfarë të pëlqen të hash më shumë? Se kuptuam sa pëlqen ty të hash më shumë. E vërtetë është jam shumë pikit e ushqimit, domethënë jam shumë nazelie, nuk është se Sa kile peshon tash ti aktualisht? Nuk e di këtë. Kemi peshore këtu? Është 23 vjeç, peshon 23 kg. 25. 45? 55, sa gjatë je ti? 1.73. Perfekt. 1.73? Bukur. Mendova që je më gjatë se mua, po s'qen. Është 2 më e gjatë se mua, 2 cm. Unë jam 1.79, që ta dini. Nga kush ke më shumë frikë në jetë? Nga kush? Nga vetja. Pse? Do t'i friksosh në njërë vetës. Pse ke frikë nga vetja? Unë mendoj që duhet t'i friksosh vetes, sepse duhet gjithkohës të kesh konsistencë në vetë menaxhim. Dhe ndonjëherë ndodh të delirosh, nuk është rasti im, do uroj shumë mos të jetë kurrë, por që mendoj që duhet të jesh shumë e kujdesshme. Domethënë e ke këtë frikën e një patjetër. Frika mban njeriu ngjall. Kështu që Po i flet vetes në pasqyrë? I flas. I flet, ë? Po. Me zë apo vetëm me shef kështu? I them të raft pika më vajzë. Si e bëre këtë? Unë e shaj vetëm me thënë drejtën pasqyrë. Ndonjëherë kur ndodh ndonjë kështu. Ndodh të flas mirë, ndodh të flas keq, po kam të ballafaqimet me veten e kam. A ka patur momente kur ke luajtur rol përpara kamerave? Po. Do të thënë ke qenë sikur i flisje shndritit dhe po luaje për kamera. Jo, kështu jo. Jo. Se nuk e kam bërë kurrë, e kam parë që aty brenda njerëzit e kanë aplikuar, po unë jo kurrë asnjëherë. Dëgjoj ti ke zgjedhur. Ti e ke dëgjuar që na ka përshëndet në Selin? Po, ju kam përshëndet disa herë. Po më tha kur hym brenda atje. Në veçantë Blendin, po juve disa herë. Me Blendin e ka. Atëherë do marri lloj kapi kjo. Po, iku Hedi. Nuk zgjohet aq herë se s'ka kapi çikërisë. Nuk e dëgjova? Dhe nuk zgjohet kaq herë, ato mos. Po normal. Ua. Për të punuar me Blendin zgjohet. Se u bë vërgishtin, ama. Jo, bëjmë shaka. Sa nuk ka fajet. Ti je natyrale apo Unë kam vetëm pak buzët e bëra, po kam shumë vite që i kam bërë, tani është duke u zhdukur edhe ai pakatësit që ka ngelur. Kështu që asgjë tjetër, ë? Asgjë tjetër. Edhe vetullat ta quhen, vetullat. Vetullat nuk quhen, se vetullat normal. Jo, vetëm buzët. Vetullat i kanë bërë dhun. Lexova ca komente duke bërë një video kështu me make-up, lexova uasa që ka bërë kjo pas bigut, realisht njerëz nuk kanë bërë asnjë gjë. Edhe mos bëj asgjë. Më falësh 23. Edhe buzët i kanë bërë ku jam qenë kështu në ato që nuk pëlqen vetja. Ti dashurinë tënde për paktën për momentin e ke zgjedhur. Po, e kam zgjedhur. Për momentin, po. Dashurinë time e kam zgjedhur. E ke zgjedhur. S'ka asnjë çudi që në të ardhmen mund mos jetë. Por ke ti një po them një etalon ose ke një fash që për një cilësi të caktuar të mashkullit që ai të bën për vete ty, të paktën me atë gjën. Çfarë i bën, me fjalë çfarë ti ty një karaktera, pjesë e karakterit apo mënyra sjelljes apo se po thej që të më doj mua dhe të ketë karakter të fortë, jo kështu gjërash. Unë jam natyrë që nuk lidhem shumë me materialin,
Dhe si pasoj vdes për fjalët e ëmbla, për fjalët e mira. Do të thënë ato të kpusin ty? Po të folën fjalë të ëmbla? Mos e provon, se nuk është rasti jot. E kam zgjedhur se për shaka. Po pse u bëre si studente? Jo, si gjejmë ne studentja? Si, se nuk e harroj. Jo, dëgjoj, fjala ka shumë peshë unë. Do të thënë në çdo marrëdhënie mendoj që fjala është ai që zëvend më mirë. Po, zëvend. Edhe tipar karakteri që unë e dashuroj të partnerin. Mama Jasmina. Suportues. Alo. Mami Jasi, si je? Mirë, Elon, si je ti? Si je zonjë bukur e nderuar? E di ti me kë kam dalë unë për kafe? Jo, Ua, po jam me Selinën, me Salsanën, jemi në transmetim, Top Albania Radio, në digital. Sami. Se pas kam mbajtur agjendën për sot. Se mos vish na e marrë shkotë. E të thonë që unë aty poshtë apo pres? Jo, tash më mbaroja jo. Mbaroja jo histori. Po çfarë do t'i thuar sot që mbaroi e gjitha? Çfarë ti thot? Çfarë do t'i them? Çfarë do të thotë kjo mamit më? Le të thotë mami se. Mamin dua unë. Shkurt mami Selinës. Unë çfarë do i them? Çfarë do i them? Doli fitimtare, çfarë do i them? Edhe vendosmëria e Selinës solli këtë vendim që jemi përballë këtij fakti që ajo tashmë është fituesja. Ka një kuror sot. Dëgjoj, tani mbasi se i ka marrë gjithë komplimentet. Çfarë nuk të pëlqen ke Selin tash që ka dalë? Çfarë ka një vest të ri që e ka përdorur që përpara se tynte mbik nuk e kishte këtë gjë? Vest të ri tani mbas bikut? Po. Nuk rinë me mua. Po tani mu më duket sikur s'ka dalë akoma nga biku me vigjilencën që ka. Ç'është akoma zhu? Është bërë refleks. Pse më zuk kështu? Atëherë dy herë duhet të mamin dy herë. Mami Jasmina, besoj që ti je më shumë se kur krenare sot për Selinën tënde të bukur edhe. Elon, fatmirësisht, unë kam pas fatin të kem edhe lidhje të tjera me juve live. Po, e di dhe e vlerësoj shumë. Unë gjithmonë në këto 23 vite jetës së Selinit, unë kam qenë gjithmonë krenare për vajzën që është. Por sot jam më shumë se kur krenare vetëm për një gjë, se ajo aty ngreti një kaos shumë të fortë edhe e mbrojti atë me dignitetin e vet. Ashtu është. Se pastaj mos të kalojmë në këto lavdatat që siç bëjnë gjitha mamat. Që mami ka me lek. Ka me lek lavdatat? Po, ka me lek. Ka me lek lavdatat. Ke 100.000 lek, çfarë do thosh për mua? Zonja Jasmina, po a je çmallur me të bija apo kjo vazhdon kështu ikën mëngjes vjen darkë? Fare, Edhe kur vje flë gjuhë, kam përshtypje? Edhe kur vjen, po tani na ka hy në pjesë telefoni dhe na është bërë pjesëtar i familjes telefoni. Spushon telefoni. Jo spushon, po rigidin telefon shef komentet, këtë e ka. Cila është gjëja e parë që të kërkoj ti gatoje pasi doli? Ajo nuk po ha fare ti sot që kërkon ti gatoje. Se pas pa ha fare. Të tregojnë, ajo me vërtet është balerin, po trego pesha. Po. Mirë, të falenderoj shumë dhe të përqafoj. Puç, mama. Edhe unë ju Puç, mama, thot Selin. Ciao. Të du shumë, mama. Jeta ime të du shumë. Ti zgatuan fare, ë? Zdi. Se sa no je mirë, ma. Po pse tash zgatuan fare? Jo, mamin. Mami, si tashun çfarë i gatove, çfarë kishe marr malli? Ti ke gatuar aty, po makarone bën gjithë vetë. Jo, ça makarones nga bërë. Ka bërë stava aty, ka bërë. Po, jam vajzë Nikoqire. Do ndërpres tash se ka kështu. Po unë kam punë tash se ka publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ndryshe, në Top Albania Radio jemi tek fundi i pyetjeve pa nivel dhe fillimi i pyetjeve me shumë nivel. Çfarë këngësh dëgjon ti Selin zakonisht? Dëgjoj këngë shqip, dëgjoj shumë. Për shembull, për momentin fiksimi i momentit është, fiksimi i momentit është albumi i ri Alban Skëndera, edhe unë kam dëgjuar sot. Por që dëgjoj edhe zhanër Afro House shumë, se normalisht ma luan edhe vllai dhe partneri. Se të dy një stil si DJ? Po. Edhe vllai dhe Gimbo,
Ty sa herë që përmendet fjala krevat në jetën tënde, kujtohet mirë gjë apo jo? E ke bër apo bigu? Të është bërë si po të se lindur aty fjala krevat ndoshta, por jo. Jo, se kam kjo. E kisha sinqerisht të gjën që kur bëhet fjalë që krevat edhe është fjalë shumë dëgjuar po jo, nuk më lidhet me asgjë. Sa lekë ke një story? Sa lekë kam një story? Po të betohem, sinqerisht të betohem, media kitin tim akoma nuk e kam unë. Kështu që e kanë menaxhuesin, ata që merren në rrjetet sociale. Ti ke një menaxher tashmë, ë? Po kam një ekip që kujdeset, janë miqtë e mi, klasisht, po. Bravo. Shumë mirë. Ekip më disa njerëz që punojnë për veshjen, për rrjetet sociale. E kuptova prapë, unë domethënë që kostumografë. I ka kushtuar vëmendje shumë mirë të gjitha këto gjëra. Patjetër. Mirë. Ke ti kështu fobi? Fobi kam. Akrepin. Akrepin. Vetëm akrepin? Akrepin si shenjë apo çunat akrep? Jo, akrepin fizik. Akrepin fizik. Fobi të tipit ku diu lartësit, avioni, hedhja me parashut. Jam njëri shumë i çmendur dhe me zor përpres që të provoj një nga këto. Unë kam frikë shumë. Hedhjet me parashut. Kto i bën ti këto? Po, unë i adoroj. Mirë. Gocereo ti tani. Gocereo ti riu si veriu. Keti një talent tjetër përveç baletit? E keti një talent. Nuk ta din të tjerët? Po. Çfarë ke? Të flas pa pushim. Ky nuk është talent. Po shikoj si e thot. Talent tjetër, tani pse më bën ndjem keq? Do thoja po kam edhe ta thoja, po jo nuk pas kam. Një talent tjetër, sa di. Ku do të them talent për Po jo, Selin për mua është një prezantuese shumë e mirë për mua. Edhe sidomos me shkollën në top, nëse do jetë këtu, do jetë edhe më mirë akoma. Nuk e di këtë. E kam parë në domethënë e kam parë tash mbrapa se nuk e dija që nuk e domethënë kur ka qenë kjo prezantuese në Këngë Magjike, unë nuk e kam parë atë Këngë Magjike, kështu që Nëse çfarë ke humbur? Kam humbur një gjë, pash, edhe u futa kastin e pash një YouTube për ty. Sa ja rritur klikimet. Më pëlqeve domethënë. Në vend të fjalës seks, fjalën balet. S'ke gaçkosh, lutem. E di pse s'ke gaçkosh, sepse në shtëpinë e Big Brother, kur filluan ato puntatat e para të Big Brother Radio, të rubrik ti e dashur, kemi dashur të denoncojmë. Jo, se kam bërë unë jashtë, shikon, s'pas ke qenë vigjilente. Unë kam qenë eftuara. Po, eftuara. Po, kush e bëri këtë? Pyetjet ja kanë bërë, prit kush ja ka bërë pyetjet. Brikena me Kristin. Kristi. Ka qenë Kristi. Edhe unë me Salsanon shikon, ja. Po na e bëjnë rubrika aty plagjatur, jam. S'ka gjë, tani jemi këtu. Në vend fjalës seks, fjala balet. Opa, gati Selin Bollati për këtë rubrikë. Përpara se të bëj këtë, dua të përshëndes Estrella Galicia. Yes. Me kompaninë e saj Premium Distribution që sjell vetëm këtë birrë në Shqipëri, një birrë pa alkool, po ka dhe birrë me alkool, sigurisht, por është e shkëlqyer, vjen nga Spanja. Ne në emision e kemi pa alkool. Ne kemi pa alkool se nuk lejohet, kështu që faleminderit shumë Estrella Galicia. E pëlqeu dhe Albani herën e shkuar. Çe piu, dua prap thap. Mund t'ja ulësh pak bazën se dua të dëgjojmë tamam Selinin çfarë do thos. Për efekt të rrillsi, në vend të fjalës seks, fjala balet. Balet klasik apo modern më mirë? Qytet e para. Balet klasik? Klasik, ë? Si. Se çka ke me modernin? Klasikun kam studiuar. E kam në shkollë, me diplomë, dokument. Do jetë baleti pjesë e jetës tënde siç ka qenë më përpara apo? Po, kush e heq baletin nga jeta? Nuk e heq. Nuk e heq njëri. Do vazhdosh kërcesh domethënë. Po, baleti që si ti mendon më mirë balet apo prezantim? Prezantim. Ke kërcyer me gimbon? Selin, të lutem për gjithë. Kur e shkruajta qesha vetë. A ke kërcyer me gimbon? Vals apo tango? Jo, do të një përgjigje shumë të keq. Pse? Që gimbon nuk ka patur ndonjëherë partner më profesional. Se ti, ha?
Në balet flas, në baletin e vërtet. Po. Di Gimbo të kërcej? Uaj, disa bukur kërcen Gimbo. Në vërtet? Se ke parë Big Brother. Uaj, disa bukur kërcen. Çfarë thotin mi? Jo, se kam parë, e s'kam qef ta shoh fare. S'kam me dëshirë. E kam parë unë dhe e kam komentuar këtu, kam thënë Gimbo, madje për mua kërcen. Nga Brima Çelsi ngape. Për mua Gimbo kërcen më bukur se Selena. Mirë, po mos ta kthem situatën tash. Mos e nxjerr Salsanun se ka tjera qëllime. E shijon ti paletin solo apo në çift? Wow, Më shumë plas. Ku ndihesh më mirë? Në baletin e vërtet, jo në këtë baletin që po flasim, partnering është më e vështirë. Kupton, kështu që në çift. Në çift. Po baletin grup është intrigues? Jo. Aty o vetëm o çift. Sa rëndësi kanë duart në balet me që këmbët kanë rolin kryesor? Dëgjoj, në balet nga fia floku deri te maja gishtit vogël duhet të jesh all in. Me fjalë do të jenë gjitha të përfshira në kështu. Je ti një super balerin apo je balerin? Jo, jam balerin. Nuk e di. Shiti ëndra në balet? Jo, nuk shikoj. Jo. Nuk shikoj vërtet. Nuk shikoj ëndra fare. Nuk shikoj ëndra ti? Jo. Sa ke pa kërcyer? O Salsano. Po ç'është kjo pyetje? Sa morëm dhe mami në telefon. Dëgjoj Gimbo sot mëngjes ka ikur. O baba, nuk do të besoj që do të fare ka fut një piruetë dhe ka ikur. Domethënë, po nis nga vetja sepse për shembull un kam një shprehje për shembull them të kisha luajtur një herë me Angelina Jolie edhe Letalia atë aktrimin, Letalia profesionin të rinë në shtëpi. Me këtë dohet kërcej Talia baletin. Talia baletin? Po që Talia si profesion. Jo, nuk kam kështu. S'ke kështu? Jo, nuk kam kështu. Ke ndonjë balerin të preferuar përveç Gimbos? Dëgjoj, imagjino tani të më kishte shpëtuar goja për ndonjë balerin. Së vërtet. Imagjino. Balerini im i preferuar është Kledi Kadio në shoqërinë e Kujut. Ke një balerin preferuar? Jo. Nuk ke. Tani në balerin në të vërtet. Balerin të vërtet po them vërtet. Balerin preferuar po kam. Patjetër që kam. Nuk se përgjigj tani se nuk e përzuar. S'diku është, këtë zjedhi, nga të kthehet. Gjatë kërcimit, sepse unë kam qenë ke Dance with the Stars, dhe është profesionist në balet. Sa stretching bën ti për të filluar një numër baleti? Dëgjoj, po kur je konsistente, jo shumë. S'ka nevojë, se ke bërë çdo ditë edhe Ti je mësuar trup. S'ka nevojë fare, o zot. Ka qekur ka. Në këtë moment do të dalësh këtu, por ja që ndodhem me sintomë. E bën sparagatën? Kur kërcej jo. Ajo është të streçi. Po piruetën e bën kur kërcej. Piruetën e bën kur. As piruetën se nuk e komode për të rrotulluar. Po çfarë balerinë jeti kështu, as parkata as piruetë. Ka rastisur ndonjëherë kur ke qenë duke kërcyer dhe e ke lënë mes sepse nuk e ndier mirë, ndje lodhje, ndje. Ti marr mendi çik. Hyre në sken, mbaroj puna, deri në fund aty do jesh. Ke shumë drejt. O zot. Ka kështu pas se për shembull unë ku ngrija Lorin, pata një kështu një se më zgjidhin ngrita. Keti pas filma gjatë baletit. Salsano next. Flet partner duke kërcyer. Jo, nuk ka fjalë fare, vetëm punë. Nuk e besoj. Vetëm punë. Wow. Mojselin Bollati. Kur ke mund të bësh shfaqjen e fundit baletit? Shfaqjen e fundit me kismet tani. Ke plan për të bërë? Po. Dhe pyetja e fundit, do ti të duar trokazin ku mbaron apo s'ke nevojë fare? S'ka nevojë fare. Performanca ime është gjithmonë shumë. Imagjino Gimbo tek punë. Bravo. Ke qenë sot një balerinë shkëlqyer. Mendon që baleti është gjëja më e bukur në botë? Në botë, jo. Jo. Ka dhe gjëra tjera. Patjetër. Patjetër, shumë mirë.
Kjo ishte edhe pyetja e fundit për sa i përket. Po e shoh shumë me pikpyetje. Je një yll, faleminderit shumë, faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit. Se e dikon tënde të zënë, e disa e kërkuar je, disa faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Do kthehesh prap kur të kesh shfaqjen tënde të parë të baletit në skenë. Unë mendoj që ti ke arritur me të gjithë aftësitë tua deri këtu. Kam një këshill që menaxhoje suksesin me kujdes. Po, faleminderit. Ajo që ti kishe frikë nga vetja, atë s'duhet të bësh, domethënë, mos fluturo, por hec ashtu, edhe se shkallët gjiten ngadalë, po edhe ngjiten lart, domethënë. Kështu që shpresoj që të kesh shumë suksese. Elona, edhe ti një këshill? Unë ti them offline. Okej. Mos kërcesh shumë. Kërce sa më lart. Sa më lart. Kërce dhe ka përce. Oj, me gjendoj. Faleminderit shumë që na ndoqë. Miru takofshim të martën tjetër. Ti Elona do të vish. Faleminderit Estelia Galicia, ti do kërcej kur do kërcesh ti Elona? Right now, right here. Unë sa Jonës bëgati paçkën se erdha. Ti fusim një. Ti fusim një Apollo. Natën gjithë, mirë takofshi. Faleminderit gjithë natën.